Mi bashirk Allahut Azza wa Jall është jashtëzakonisht e rrezikshme. Nga këtë hadith që ka thonë Muhamedi alayhi salam se ndohet që ti të menu që po, vetëm ata që janë ignoranta nuk e dinë se këta e di ne. Nga që ka thonë Rasulullah alayhi salam edhe kuj i ka thonë? I ka thonë Muhamedi alayhi salam Abu Bakrit. Për ata nga se na jem do të mengu këta, jo me menu që për Musa është kjo hadith, pikrisht për se cilin për neve. I ka thonë Muhamedi alayhi salam Abu Bakrit, ka thonë shirku është ma i msheft se ecja e milingonës. Tani ka thonë Muhamedi alayhi salam, betohem në ata, në dorën e të cilit është nefsi jam, betohem në Allahun Azza wa Jall. Shirku është ma i msheft se sa ecja e milingonës. Të më thonë, vetëm kur të pajsh vetën, Allah në rujt kera në kësi gabimesh. Tani ka thonë Muhamedi alayhi salam, a do në të mësoj do fjalë që në qofë se thu, të largon Allahu Azza wa Jall për shirkut, të pakt ose të shumë, madh ose të vogël, thuj, Allahume të los me mrujt, mos me të bash shirk, duke mos e ditone, edhe të los me mrujt, mos me të bash shok, t'i kanë e unë duke e ditë që më të bëhë, Allahu Azza wa Jall në rujt. Për fund për thamu musliman, kujdes për shirkut, ka thonë Allahu Azza wa Jall, inna Allaha la yaghfir. Allahu nuk ja fal kërkojna en yushraka bi. Mi bashak Allahu Azza wa Jall këta jo. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Përveç kësajna, kujna dënja fal Allahu Azza wa Jall. Ama shirkun, ruju, kujdes.